Gjykata e posaçme ka pezulluar nga detyra numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku, ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, me të njëjtin vendim të gjyqtarit të hetimeve paraprake Erion Çela, ndalohet të dalë nga Shqipëria. Me 31 tetor, prokuroria posaçme e vuri në akuzë Ballukun për tenderin e tunelit të Llogaras me vlerë 189 milion euro. Balluku qëndroi rreth 40 minuta në SPAK dhe në dalje deklaroi se kishte pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Shqipërisë dhe zyrtare publike e shikoj këtë si një proces nga i cili jam shpresplot që do të jetë i bazuar mbi transparencë, llogaridhënie dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë tek e cila besoj, deklaroi Balluku. Zëvendës kryeministra sipas SPAK bashkëpunon me 5 zyrtarë dhe anëtar vlerësimit të ofertave, të cilët gjithashtu janë marrë të pandehur. Në akuzë kanë përfunduar kreu autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, ish drejtori Evis Berberi dhe anëtarët Eral Delezi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica. Tenderi është zhvilluar fillimisht me 11 dhjetor 2020, por më pas u anulua dhe u rihap në 22 qershor 2021 me fond limit 18.9 miliard lek PATVSH. Berberi është marrë i pandehur nga prokuroria posaçme edhe për një tjetër çështje, për përfitim të tendrave në mënyrë të paligjshme përmes krijimit të një kompanie që i përfitonte ato. Veç masave ndaj Ballukut, burime jo zyrtare bëjnë me dije se këtë të enjtë janë vendosur edhe 2 masa siguri arresti shtëpie për 2 funksionarët, Eral Delezin, kreun e Kesh, dhe Gentian Gjyli, kreu i ARSH.